mbeta pa bukë në shtëpi si qëtoni si gjithmonë që mbeten pa bukë, edhe nuk shkoj të blej në supermarket në dark bukë se është shumë e fortë, të thyen kokën. Ndaja edhe bëra disa kulaçka me kosë që të shkojmë darkën edhe të ham edhe nesërmen për mëngjes. Mund t'i marrin edhe fëmijët në shkollë pa problem fare. Si që shikoni unë çdo gjë e hedh me sy. I hodha miell, i hodha sodë, kripë, një çik sheqer, po ti doni më të ëmbla mund të hidhni më shumë sheqer. I hodha gjalp të shkrirë, nëse doni mund ta bëni edhe me vaj ulliri ose me gjalp normal, jo të shkrirë. Unë kësaj radhe e bëra me gjalp të shkrirë. Në fund kosë, edhe e mbrojta të gjithë brumin, e punova domethënë. Vezën këtu po ashtu me burrin se e dërgova të më blente vezë dhe harroj të vinte të blente vezë, edhe e dërgova për herë të dytë. Mos e pyesni. Si burrat, pun burrash që thoni. Edhe po prisja unë 1 orë derisa të më vinte kokoveja që të bëja brumin për kulaçka. Neve këto nga Zagoria i themi karkanaqe që ta dini juve, në qoftë se dini, po ua them kulaçka tani me kohë se besoj do më kuptoni më mirë. Janë si punë kulaçit, vetëm që bënen të voçkëllo. Edhe tani do t'i bëjmë kështu bukuro nga lartë me pirunë, edhe do t'i çpojmë një çike që të munden të kullojnë në brenda. Furrën e kam ngrohur më përpara në 180 gradë. Nga lartë, ja dhe djali me shokun po vinë vërdall këtu. S'tëllën të bësh një video si njeri. Se tani fëmijë janë që do bëjnë edhe këta do vinë qik vërdallë. I bëm bukuro si të shikoni karkanaqet. Edhe do t'i vendosim në furrën që e kemi nxehur si që thash më përpara. Më dolën përpara tani. Nuk kuptojnë fëmijë qa t'u bësh. I lash atje të pikjen derisa të kuqen nga lart e nga poshtë, domethënë tani mund të jenë 1 orë, mund të jetë më pak, më shumë, do t'i shikoni me sy siç thoshte gjyshja time, edhe shikoni o njerëz sa të mira që bëhen. Unë hëngra një 4-5 tani. Po. Mos e pyesni, po vjen vera. Po u dolën të shkëlqyera, qa të them tani s'dolën?